Atë lumshin dur. Po. Lumshin dur. Kështu, bon appetit, që shi bje gjermanisht? Bëf mirë? Guten Appetit. Guten appetit. Guten Appetit. Që edhe këta se kom ditune. Kur shkojsha atëherë me koncerte në Zvicër, ju më kon shku me një hotel, edhe kur qësha me ngjezin me hongër, u qësha shumë herët i pari. Edhe vike njoni, aty ma bëjke guten appetit. Unë pa ditë se shka pëtat, u qësha në komi të isha Valen Maloku. Të kujtu që po më prezentohet aj me guten appetit. Nesërmen, po kalën prap, unë të hongër me ngjezaj, guten appetit tash, po una Gjermonit pas ka harru që u prezentu më dje. Po hajt tash shumë njerës, apet u qova e prezentohet tash Valen Maloku. Ditën e trejt apet, prap, aj guten appetit, më e thash që ky, po harrej ka. Hajt tash më zbona djali kesh, prap Valen Maloku pi prezentona. Pi kalzoj një shokut që e di ke Gjermanishin atë, edhe i thash që shtu po vje po më prezentohet një farë Mr. Appetiti. Tha qysh? Thash guten appetit. Tha ka të bëf mirë. Ditën tjetër nuk dola i pari me hongër me ngjezën. Dola ma vonë, pita e si shdrypi, thash këti thomu në guten appetit dhe me që e këmësu. Edhe a i ullë me hongër për kale afer për ja thamë, guten appetit, a ju qunë kom, Valen Maloku. Valen Maloku. Ja, ju bof mirë. Ju bof mirë. Të folim pak për këta qa keni bo, se unë kam qef investimet që bo në Kosovë, kam qef mi reklamu. Nuk është emision që është me sponsor kjo, në për qef për jetën e juj, për veprën e juj, për këta që ajni të bo, kem qef me inimu dhe me i përkra këtë ata që vinë për jashtë me investu, këtë keni mi pas sarë që të vini ndimën tonë. Çka është kjo? Kjo është një album në cilin mysafirët që na vizitojnë e kanë mundësin me nalon ka një mesazh. Këtu sa po shoh unë, se di a mos është keli ndaj privatësit ndaj kuj. S'po di, po. Do të thonë mujnë me i bo dhe fotografit i lojën, edhe shkruajnë përshtypjet e veta. Po, fotografit i bojmë na. Po, edhe me ata Polaroid. Po, i shënojnë, do me thonë, na falni na shta po gabuim. Po, qka kanë përjetu të na, qysh i kanë kalu kohën të na, edhe qka na urojnë për të ardhmen. Vendi ku mbledhemi si familje, jo vetëm me trup, por me zemër. Uroj që çdo ditë ju sjell kujtimet bukura dhe momentet pa harruara. Këtë janë fjallë mira, ky pushim ka qenë një përvoje pa harrueshme. S'pi lexoj këtë, magjike po thot thjesht. E dashur Keti, gjermanisht kjo koka.